për ditë publikohen në media dhe denoncohen nga ne se si rrugët të prokuruara nga 3 shkojnë pothuajse sa buxheti i pensioneve dhe pasaj dalin edhe pa pikë grupin aton nga mirëkuptone. E keni parë se si shkoj thuajse 3 fish rruga Çukës Qaflosh. Shkoj 300 milion euro dhe sot e kësaj dite është e mbyllur dhe rrezikon jetën e qytetarëve nga dita në ditë çdo makinë që kalon aty. Edhe sot shplasën. E patë se si u rrëzua dhe u shëm nga ana tjetër rruga Librash Prenjas për shkak të mos mirëmbajtjes apo të kapaciteteve të ulta që kanë firma mirëmbajtëse për shkak të korrupsionit që bëjnë me qeverinë. E patë se si po përfundon tuneli i Murrizit në rrugën e Arbërit, e keni parë se si është përballur edhe në akuza për